Shikues të nderuar, mirë se po takohemi sërish. Muajin që lam pas në ambientet e Bibliotekës Kombëtare, në organizimin e Bashkësisë Islame të Kosovës, u promovua monografia Dietar shqiptar në Perandorinë Osmane 1880-1912 me autor Sadik Mehmeti, Hatixhe Ahmedi e Ramadan Shkodra. Kjo monografi është e para vepër me karakter enciklopedik e botuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, por është e para edhe në nivel gjithë shqiptar. Për të biseduar në lidhje me këtë vepër, në studio kemi një nga autorët e këtij libri, doktoresh Hatixhe Ahmedi, studiuese, osmanologe, punonjëse shkencore në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. Zonja Hatixhe, faleminderit që jeni me ne në studio. Faleminderit, kënaqësia është e mia. Faleminderit edhe për juve, faleminderit gjithë ekipit. Fillimisht ju përgëzoj për punën e madhe që keni bërë, keni ndriçuar jetën e afro 200 studiuesve, 200 dietarëve nga 4 vilajetet shqiptare të asaj kohe. Po, kjo ka qenë një punë e përbashkët. Unë jam bashkautore në monografinë e veprës Dietar shqiptar në Perandorinë Osmane, e cila i përmbledh vitet 1880-1912. Këtu ne jemi bashkautor me 2 autorë të tjerë, Dr. Sadik Mehmeti dhe me Ramadan Shkodrën. Kemi punuar në një formë pak më të gjatë, në një periudhë kohore më të gjatë. Besoj se frytet po shihen tani me botimin e veprës. Për sa vite e keni realizuar? Ky projekt ka qenë pak projekt më voluminoz, më gjigant, mirë po si ndihmes shumë e madhe gjatë realizimit të këtij projekti ka qenë edhe periudha e pandemisë, sepse ajo mbyllja në shtëpi na ka mundësuar që të merremi pak më gjatë vetëm se me projekte. Keni nxjerrë një të mirë prej asaj të keqe. Një të mirë të madhe prej asaj. Ka qenë pozitivja e kohës së pandemisë, edhe tani për momentin e lexuesi e ka në dorë këtë vepër. Nga ka ardhur motivi për realizimin e një vepre të tillë? Ka qenë një ide e kahmoshme e të tret neve, mirë po si ta them ashtu, gjithmonë e kemi ditë se në Stamboll ka miliona dokumenta të cilat flasin për shumë autoritete, për shumë personalitete të shquara me origjinë shqiptare. Edhe gjithmonë e kemi pas si ide se këto dokumente duhet hulumtuar, duhet studiuar dhe duhet prezantuar lexuesve. Domethënë gjithmonë e kemi pas mendje se në Stamboll, në arkivat e Stambollit ka dokumente të cilat e presin me padurim dorën e studiuesve. E përmendet periudhën pandemikës. Më intereson të di se sa ka qenë i vështirë bashkëpunimi me njëri tjetrin, duke pasur parasysh se keni punuar si grup. Nuk ka qenë edhe i lehtë bashkëpunimi, sepse ka qenë dashur gjithçka të punojmë në formë digjitale, dhe pse pas pandemisë apo kur e kemi pas kohën e lirë ne jemi takuar edhe kemi zhvilluar bashkëbisedime, kemi ndarë secili mendimin e vet për atë se çka na ka preokupuar. Mirëpo pandemia ka qenë ajo koha e cila na ka mundësuar që të studiojmë ndoshta edhe me 10 orë, mund të them këtë rast në 12 orë tër natën apo një pjesë konsiderueshme ditës ja kemi kushtuar projektit. Doktoresh, më intereson sepse keni përcaktuar pikërisht këtë periudhë, 1880-1912. E dim se viti 1912 është viti kur i është dhënë fond varësisë së Shqipërisë prej Perandorisë Osmane, si në çështjet e jashtme si në të brendshmet, mirë po pse keni përcaktuar vitin 1880 si piknisje? Në para vitit 1880 Sultan Abdulhamiti e ka marrë një iniciativë për themelimin e një komisioni për certifikimin apo për grumbullimin e të gjithë atyre personaliteteve dietar të cilët kanë dhënë kontribut gjatë Perandorisë Osmane. Edhe ka marrë me grupacione, i ka nda dhe u ka dërguar një fletë, dosje, të cilën secili prej atyre kanë qenë të obliguar me ta
ti përmbushin dhënat e tyre se ku i kanë kryer studimet e tyre, duke filluar prej studimeve më të ulta. Këtë rast, domethënë prej shkollës fillore, shkollës mesme, edhe studimeve të larta akademike. Ne jemi përcaktuar sepse gjenerata e myderrisëve ka qenë ajo gjenerata e cila i përket këtyre viteve, edhe pse dosjet e cilat janë grumbulluar dhe është kry arkivimi i këtyre dosjeve i përmbledh këto vite. Nuk po konsistoj sepse ka edhe dosje të mëhershme. Pastaj ku ishte fjala i kanë dhënë të dhënat e tyre, edhe secili ka qenë i obliguar që të gjitha ato dokumente të cilat i përmbante, qoftë shahadetname, diplomë të shkollës mesme, ijazetname, diplomë të përfundimit të studimeve akademike, që certifikatat e lindjes e kështu me radhë, ti përmbledhte të gjitha edhe ti dërgonte në Stamboll. Po dihet se atëherë nuk ka pas fotokopje, kështu që ata të gjithë ato dokumente të cilat i kanë poseduar, i kanë shkruar me dorën e tyre, i kanë rishkruar sërish me dorën e tyre, edhe i kanë dërguar ja kanë dorëzuar komisionit. Pra këto janë dokumente të sakta, dokumente të cilat secili me gojën e vet, me dorën e vet, i ka dhënë të dhënat e sakta ashtu siç kanë qenë në të vërtetë. Do të thotë kanë qenë dorëshkrim të gjitha. Kanë qenë dorëshkrim të gjitha dhe dihet se dokumentet osmane të gjitha janë të shkruara me dorë. Edhe kjo e paraqet atë vështirësinë e vet për studiuesit, për shembull sepse ta lexosh një dokument në gjuhën osmane nuk do të thotë sikurse një dokument tjetër i cili është i shtypur, sepse has në vështirësi gjatë leximit, se varet se me çfarë lloji të shkrimit e ka shkruar ai i cili e ka shkruar atë dokument. Pra gjuha osmane është vështirësi në vete, duke qenë se përbohet edhe prej arabishtes, edhe prej persishtes. Shtoja kësaj edhe faktin që kanë qenë dorëshkrim. Gjuha osmane paraqet atë vështirësinë e vet sepse është një gjuhë e komponuar prej 3 gjuhëve. Pra gjuha osmane përbohet nga gjuha arabe, faktikisht me alfabetin të cilin edhe shkruhet. Një pjesë është nga gjuha turke dhe një pjesë tjetër nga gjuha perse. Tash të gjitha këto dosjet kanë qenë të shkruara me disa lloje të shkrimeve. Mirë po shkrimi i elites akademike ka qenë zakonisht shkrimi sylës. Edhe ky është një shkrim nuk është shumë i lehtë të deshifrohet. Edhe disa dosje gjithashtu kanë qenë të shkruara me rika, duke marrë parasysh shpejtësinë. Shkrimi i rikat, sidomos në lloji i shkrimit rika i thyer, mundson shpejtësinë gjatë shkrimit. Kështu që ata kur i kanë kopjuar ato dokumentet e kanë shkruar edhe me këtë lloj të shkrimit. Mirë po, për studiuesit nuk është një gjë që arrihet lehtë, sepse dihet mirë se shkrimi me alfabet arab dëshiron që të lexohet nga ana e djathtë, jo nga ana e majtë. Na që mësohemi shqiptarët të lexojmë nga ana e majtë, kemi pak më vështirë ta rrotullojmë syrin nga ana e djathtë. Mirë po me mundi, me kontribut, me studim, arrihen gjitha. Patjetër. Doktoresh, sa ka qenë e vështirë qasja në këto dokumente, a keni hasën vështirësi? Përsa i përket vështirësisë, normal se fillimi nuk është edhe i lehtë, po jemi drejtuar në Stamboll, në qendrën për studime islame, ISA, në Üsküdar, aty kemi bo hulumtimet e tona, po edhe së pari gjithashtu kemi hulumtuar në Meshihat e Arshivit, sepse rregullimin e dosjeve, klasifikimin e dosjeve e ka bërë arkivi i Meshihatit. Edhe ata na kanë dërgu, mirë po të gjitha dokumentet i kemi marrë në formën online me anë të linqeve. Edhe kjo e ka përshpejtu, apo si ta them e ka lehtësu punën tonë. Doktoresh, çka është përshkru ma saktësisht në ato dokumente? A ka pas dhëna edhe për qytetet? Tash, në për këto dokumente zakonisht në paragrafin e parë, apo në rubrikën e parë, akademiko, müderrizi, e përshkruante emrin e vet, emrin e babait vet, edhe emrin e mahallës apo lagjës nga vinte, sepse atëherë identifikoheshin me mahall, edhe emrin e vendit. Gjithmonë e citonte edhe vilajetin se Kasaban edhe vilajetin se ku i përkiste ky vend. Po ajo është edhe që bjen sy është se secili nga këta kanë qenë, ashtu sikur që ka qenë traditë gjatë perandorisë osmane, kanë qenë të mbiquajtur. Domethënë secili e ka pas një emër, po edhe një emër të dytë.
Për shembull Recep Gjudi, lloj ofici, apo për shembull Mehmet Emin. Edhe në dosje i kanë përshkruar të dy emrat e tyre. Për shembull ka thonë unë quhem Mehmet, emri i dytë im është Emin, rrjedh në opinionin e gjerë njihem si Efendi, jam i biri i Tahir Pashës, edhe vetë njihem si Pasha, edhe baba im si Pasha. Po e pash se edhe vendi prej nga vinin ata shkruhej në... Po, edhe vendi shkruhej gjithmonë për shembull nga Sanxhaku i Prizrenit, nga Kazaja e Prizrenit, vilajeti i Kosovës, apo nga Sanxhaku i Prishtinës, vilajeti i Kosovës, Mitrovic, Gilan e kështu me radhë. Ndërsa në paragrafin e dytë jepej gjithmonë datlindja edhe vendi, edhe këtu vendit stoj apo mahalla se ku ka lindur. Në paragrafin e tretë tash i jepeshin të dhanat se ku i ka përfunduar studimet bazike. Zakonisht atëherë kanë ekzistuar shkollat sibiane apo shkollat fillore, mektebi ibtidaie. Pas përfundimit tyre, shumica prej tyre kanë vazhduar në shkollën Rushdie, kjo ka qenë një lloj gjimnazi apo progjimnaz, edhe aty kanë ndjek lëndë shkencore dhe lëndë fetare, dhe pas përfundimit të shkollës mesme apo medresesë mesme kanë vazhduar në medreset e larta. Shumica prej tyre kanë vazhduar në medreset e mirënjohura të asaj kohe të Fatihut, të cilat kemi cek gjitha në kronologjinë e emrave të medreseve. Dhe më pas këto medrese nuk kanë zgjatë me një periudhë të shkurt, kanë zgjatë afër studimi ka qenë 20 vjet përderisa i kanë marrë të gjithë titujt akademik. Shumica prej tyre i kanë kryer në Stamboll, ndërsa ka pas edhe të tjerë të cilat i kanë kryer në trojet tona. Domethënë mbi të rest i kanë vazhdu, kanë mësuar edhe i kanë mësuar nxënësit, studentat edhe në viset e tona. Ndërsa në paragrafin e tretë flitet për gradat, për emrimet e tyre në punë të cilat i kanë ushtruar, për fitimin e titujve, sepse në perandorinë osmane për gjatë 4 viteve, më e largëta, gjithmonë janë vlerësuar edhe janë certifikuar sërish në tituj. Pra, ndërsa në paragrafin e fundit është nënshkruar edhe ka hedhur vulën vetë personi i cili e ka nënshkruar këtë dosje. Edhe kjo e fundit është shumë interesante, sepse secili prej tyre arrim të shohim në nënshkrimin edhe profesionin të cilin e ushtronte gjatë nënshkrimit të dosjes. Fotografi atë kohë nuk ka pas, a ka pas përshkrim të tipareve fizike? Atëherë fotografia nuk ka pas edhe pse ne shumicës prej tyre i kemi siguru disa fotografi. Fotografia ka ekzistuar në realitet, po përshkrimi i këtyre elementeve fizike zakonisht është dhënë në certifikatat cilat janë lëshuar në perandorinë osmane. Për shembull, aty është bërë përshkrimi i syve, përshkrimi i ngjyrës së lëkurës, përshkrimi i gjatësisë trupore e kështu me radhë. Po në certifikata gjithashtu edhe jepen të dhëna për vendin, për shtëpinë, për numrin e shtëpisë, siç thamë edhe më herët për sokakët. Ajo çka bjen sy është se shumica e këtyre myderrisëve edhe sokakët, lagjet në të cilat kanë banuar janë quajtur myftiu, janë quajtur për shembull myderrizi, pasha e kështu me radhë. A keni vret ndonjë gjë që i ka karakterizuar të gjithë dietarët që i keni studiu? Po, e kemi vret. Ajo që i ka karakterizuar të gjithë ka qenë mundi, sakrifica. Po, mu më ka rënë sy edhe një gjatë tjetër, e cila më ka mahnit edhe jam habit, sepse secili në dosjen e tij shkruan se e flet mirë gjuhën shqipe. Po, është edhe një element tjetër se shifet se secili ka kontribu për vendin e vet, është mundu për vendin e vet, dhe unë cilësoj këta dietarë si themelus të pavarësisë së shtetit shqiptar. Më thonë, kjo janë elita e parë akademike, për cilin patjetër duhet të njoftohen të gjithë studiusit, të gjithë intelektualët shqiptar, të cilët ja kanë vërë bazamentin e shtetit të cilin ne i gëzojmë sot, falë mundit dhe sakrificës tyre. Doktorish, gjatë hulumtimeve tuaja, keni vret ndonjë gjë që ne e kemi ditur gabimisht ose nuk e kemi ditur fare? Për shembull, kemi hasur zakonisht ndryshime në ditëlindje. Një ndryshim të tillë kemi tek Recep Efendi Voka, i cili është shkruar pak më ndryshe se sa në burimet të cilat i kemi njohur djerë më tani.
Pastaj kemi hasur në emra të ri, për shembull të cilat i kemi ditur vetëm si emra, apo në vende ku ata kanë jetuar apo kanë lind në vende të ndryshme. Po zakonisht ndryshimi është edhe pse ne kemi njohur ta qysh më herët si emra, tek ditëlindjet kjo është një përkufizim shumë i saktë. Po edhe tek vijimet shkollore, sepse tek ushtrimet e detyrës, tek përfitimet e titujve e kështu me radhë. Doktorish, patjetër se për ju edhe për të gjithë studiusit këto personalitete janë të një rëndësie të veçantë, nuk mund t'i dalloni prej njëri tjetrit. Por a mund ta dalloni pak sa i përket kontributit të tyre, cili është njohur? Tash secili kur e studion vete, secili flet për një të kaluar të mundimshme, për një rrugë të dijes të cilën nuk ka qenë edhe e lehtë edhe për ta. Secili e paraqet atë personazhin e vet në vete. Mirë po, disa prej tyre janë pak edhe më të njohur sepse kanë dhënë kontribut pak më shumë. Për shembull, e kemi Vildan Efendi Dibrën, i cili gjithashtu njihet në histori se ka pas fjalën kryesore në Kongresin e Manastirit. Pastaj kemi Haxhi Mustafa Hamdi Efendiun, e kemi edhe Mehmed Emin Efendi Rotlën, të birin e Tahir Pashës së Prizrenit, edhe ai ka qenë gjithashtu deputet në Parlamentin Osman. Pastaj Recep Vokën, kemi edhe shumë të tjerë, Adem Nuri Gjakovën, Abdul Hamdi Efendiun, i cili ka qenë gjithashtu si një müderris, i cili ka kryer disa specializime me radhë, po ndërta ka mësuar edhe llojet e leximit të Kur'anit, pra llojet e leximit të Kirajetit. Të gjitha këto, kjo e kaluar e tyre flet edhe pret dorën e studiusve, secili në lamin e vet ta studiojnë edhe ta nxjerrin një portret shumë të veçantë, shumë një të re për literaturën shqiptare. Doktoresh, përkundër kontributit të madh që e kanë dhënë këto personalitete, nuk njihen mas të madhe. Cila mendoni se është arsyeja e kësaj? Tash, ata kanë dhënë kontribut të madh, ndoshta edhe nuk njihen edhe pse si zak kështu në vetvetiu të gjithë i kanë njoft, ata po kanë prit të triumfojë zëri i tyre. Ndoshta edhe vetë ajo periudha e komunizmit e ka bërë një ndërprerje, ndoshta edhe ndryshimi i alfabetit, po shumica kanë përfundu këtu, shumica kanë bete edhe atje, për ta ka qenë një kohë ma e ngurtë. Ndoshta edhe vetë emri i tyre, apo nuk e di, këto janë ato transformimet cilat kanë ndikuar gjatë kohëve edhe disa kanë qenë të panjohur, edhe pse shumica studiusve, shumicën e emrave i kanë të njohur që më parë. Thamë se keni përfshirë dietar nga 4 vilajetet shqiptare të atëhershme. A keni në plan të promovoni librin edhe në vendet tjera, pasi që e keni promovuar në Prishtinë? A keni në plan të promovoni edhe në troje tjera shqiptare, në mënyrë që të përhapet lajmi për këtë libër edhe gjeografikisht? Ne kemi përmbledhur të gjitha trojet shqiptare, duke përfshi Kosovën, ashtu kemi pa më të arsyeshme të radhiten, duke filluar nga Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani. Pastaj bazë çka i keni radhit? I kemi radhit në këtë formë sipas që të jetë më kapshme për lexuesin, ashtu sikur që janë edhe sot vicat shqiptare. Pastaj Kumanova, Shkupi, Tetova, Gostivari, Struga, Dibra, Ohri, Manastiri, pastaj vicet e Shqipërisë mesme, Tirana, Durrësi, Kavaja, Elbasani, ato veriore, Shkodra, Lezhë, pastaj ato jugore, për shembull Gjirokastër kemi shumë dietar, shumë müderriza, shumë kadi, Vlorë gjithashtu, Sarand, Delvin, të cilët edhe kanë punuar në vendin e vet, po kemi shumica prej tyre që kanë punuar si kadi në Stamboll, kanë punuar si myfti, kanë punuar si vaiz, detyre cila nuk ju ka dhënë gjithkujt në atë periudhë. Prandaj, unë mendoj se promovimi i këtij librit nuk duhet të bëhet vetëm se në Prishtinë, por në për të gjitha këto vende ku nga të gjithë hapësirat shqiptare ku vijnë dietarët shqiptar, për shembull, do të ishte mirë të bëhej një promovim në Tiranë, një promovim tjetër gjithashtu në Dibër, Manastir, Tetov, Shkup, po pse jo edhe në hapësirën
jashtë Kosovës, për shembull Preshev, në Maltëzi, në Ulqin, po pse jo dhe në Stamboll. Shpresojmë të realizojnë gjitha. E kështu me radhë, po inshallah. Doktoresh, a keni plan të vazhdoni me një projekt të ngjashëm, ta zhvilloni edhe më tej këtë që e keni nisur? Po, planet e tona ne nuk do të ndalemi, planet e tona janë se do të vazhdojmë prapë me projekte tjera, por tash pjalojmë një hapësirë vetës, pak po pushojmë e pastaj do të vazhdojmë sërish. Ju urojmë shumë suksese në projektet e radhës dhe ju falenderojmë, keni kushtuar kohë, keni kushtuar mund për realizimin e kësaj monografie. Ju falenderojmë që ishit prezente. Faleminderit shumë. Unë edhe në fund isha ta falenderoj Bashkësinë Islame për përkrahjen e saj, për realizimin e këtij projekti. Ta falenderoj gjithashtu edhe myftion profesor Naim Tërnava, i cili ka qenë edhe botues edhe redaktor i veprës Dietare shqiptare në perandorin osmane. Gjithashtu ti falenderoj dhe recenzentët, profesor Dr. Hysén Matoshi, profesor Dr. Fethi Mehdiun dhe profesor Sabri Bajgorën. Pastaj gjithashtu edhe si në cilësinë e redaktorit gjuhësor, ta falenderoj edhe profesor Dr. Hysén Matoshi. Dhe për realizimin e redakturës teknike, zotëri Bashkim Mehanin, edhe për përkthimin në gjuhën angleze zotëri Fisnik Gruden. Ju falenderoj sërish edhe juve se ekip realizues, edhe ty të uroj sukses. Faleminderit. Miq të nderuar, doktoresha Hatixha Ahmeti është autore edhe e librit Ndarja administrative e vilajeteve shqiptare, emrat e vendeve dhe statusi i tyre. Në fakt, autor është Tahir Sezan, mirë po doktoresha e ka përgatit dhe e ka përshtat. Monografin mund të gjeni në librarin Dituria Islame, pranë selisë Bashkësisë Islame të Kosovës në Prishtinë. Kurse ne kaq kishim përgatitur për sot, deri në takimin e radhës, mbeqi me të mira.